Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur shikues, me përfundimin e kësaj dite, përfundojmë 10 ditët e parë të Ramazanit. Sa shpejt kaluan, muslimani mërzitet, por me këshillën që do ndëgjojmë nga nxënësi mektebit, shpresojmë të na mburë zemrat me shpresë dhe me gëzim. Çfarë na mëson pejgamberi Muhamedi alayhis salam për 10 ditëshin e parë të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahut dhul xhelal në çdo mirësi. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin alayhis salam. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam ka thënë se dhe ditë që i parë i Ramazanit është për mëshirë, dhe ditë që i mesëm i Ramazanit është për falje, dhe ditë që i fundit është për të na shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Këto do të thotë, në ditën e parë fitojmë mëshirën e Allahut të lartësuar, edhe ditën e mesëm të kërkojmë falje për gabimet tona dhe të përpiqemi që mos të bëjmë vepra të keqia. Në ditën e fundit të bëjmë dua dhe të lutemi që Allahu i lartësuar të na shpëtojë nga zjarri i xhenemit dhe të na fusë në xhenet. Prandaj, çdo ditë e Ramazanit ka diçka të veçantë për ne dhe ne të përpiqemi që të bëjmë sa më shumë vepra të mira. Falenderojmë nxënësin Abdullah Kia për këtë këshill të bukur. Miropafshim në këshillën e radhës. Allahu ua pranoft agjërimin.